أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu, 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 si firi popret Zgjohu, 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 a do mbereqet Falu, 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 namazi është drit Falu, 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 me zemër e shpit Falu, 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 namazi është drit Selamu alaikum wa rahmetullahu wa barakatuhu. Shikues të nderuar, ja pra në muajin e bekuar të Ramazanit, podcasti apo emisioni Merr Frim vjen me një edicion special në bashkëpunim me Klan Maqedoni. Si për fillim e kemi hoxhën tonë të nderuar Bekir Alimi, mysafir, mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se u gjetëm, ju urojmë për këtë emision të mbar, rezultati atij angazhimit me podcastin Merr Frim vazhdon me këtë edicion të ri faktikisht për Ramazan. Lusim Allahun që gjithëve Allahu të na shpërblen për këtë angazhim, ty sidomos që je bartës i këtij projekti të veçantë, domethënë Merr Frim për Ramazan. Edhe gjithë ata mysafir që kemi pas me begatu edhe programin tan, pa ajo që është mendoj më rëndësi është me begatu edhe shikuesit e televizorit që këto ditë të Ramazanit, tërnet të Ramazanit, ata të kenë edhe çka shohin e çka ndëgjojnë e të marrin me vete përveç adhurimit që e bëjnë me agjerim, të marrin me vete edhe këshilla dhe porosi që do i ndihmojnë ata në ngritjen e vetdijes fetare, në ngritjen e vetëdijësimit të përgjithshëm, domethënë kombëtar dhe shoqëror, që ne si musliman të ngritemi në kontributin ton që e japim për mirëqenie, rahati, komoditet shoqërinë ku jetojmë na. Hoxhë nderuar, tema e sonshme është iftari, një temë shumë e mirë. Po, Më mirë se si fyri. Jo, si është muhabeti, ditën e parë zakonisht iftari është top temë. Edhe në muhabetet e përditshme, domethënë edhe te gratë në kuzhinë, edhe te punëtorët në punë, edhe agjeruesit, studentë edhe agjeruesit në administratë, këtë vesin iftari kur është e para. E dyta është çfarë do ham iftar, edhe gratë në kuzhinë normalisht brengosen, kanë dëshirë që agjeruesit që kanë familje të ofrojnë iftarin më të mirë të mundshëm, domethënë që tregojnë ata kujdesin për familjarët që i kanë, kujdesin për mysafirin, agjerimin, për familjarët që i kanë, agjeruesin përgjithësi, po sidomos kur edhe fëmijët agjerojnë, ditë të parë zakonisht shumica e anëtarëve të familjeve muslimane agjerojnë edhe do thotë anvisja në shtëpi, gruaja në shtëpi kujdeset që atë knatësi shpirtërore që e kalojnë me agjerim, edhe atë lodhje nga agjerimi, në sofrën e iftarit, domethënë ti krijon kushtet të jashtëzakonshme, kushtet që domethënë veç për Ramazan mund të ndodhin në shtëpiat tona, edhe ajo në atë formë të gjen një lloj satisfaksioni e kënaqësie te Allahu xhelal se këta agjerues, këta adhurues to, këta që kanë nejt pa bukë pa ujë për hatrin tan, edhe unë si robresha jote mundona me i nderu ata me një sofër të mirë. Kështu që patjetër i bëkon edhe iftari fillimi i muhabeteve tona. Alhamdulillah. Atëherë si për fillim çfarë kuptimi ka fjala iftar? Se është iftar, fjala iftar ose futur, ka kuptimin do thotë e ngrënies së mëngjesit. Realisht e ka kuptimin e qarjes, po që themi na me prish eslin. Po. Kur të rinë gjatë gjithë ditës pa bukë, edhe faktikisht i vjen se në kohën e iftarit, me ezanin e akşamit, e fillon ushimin e parë, e ki shujtjen e parë, e ki mëngjesin ta. Edhe kuptimi tekstual, domethënë gjuhësor, është iftar e ka kuptimin e ngrënies së parë ose mëngjesit që e han njeriu jetën e tij, megjithëse është në mbrëmje tash, për shkak se ti prind kohën e syfyrit deri në iftar që normalisht me variacione të lëvizjes së kohës verë-dimër, tek na do më flas në Ballkan, lëviz prej 18 orë deri në 12 orë, varësisht do thotë çfarë sezoni kohor është, a është verës apo është dimrit. Tash na jemi prafërsisht do thotë fundi i dimrit, fillimi i pranverës, edhe koha është më e shkurtë, po është ushqimi i parë, shujtja e parë që janë besimtarë. Kjo është kuptimi gjuhësor i fjalës iftar. Normalisht pastaj e ka marrë dhe kuptimin fetar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur vazhdimisht në hadithet e tija, do thotë iftarin, bashkë tekstualisht si fjalë iftar, e cila
i cili term pastaj është bo internacional, do thotë gjithë muslimanët e përdorin iftarin, kur do ham iftar, kur do bëjmë iftar, kur do qelim iftar, nësa është iftari, edhe në gjuhën shqipe do thotë ka mbet puna e iftarit si fjalë e cila nënkupton ushqimin që e han besimtari në kohën kur perëndon dielli dhe hin koha për të ngrënë iftarin. Edhe normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend thot për shembull lisaimi farhatan, agjëruesi ka dy gëzime, do thot gëzohet hina fitrihi kur han iftarin e tij. Edhe normalisht hadithe tjera të shumta që flasin për vlerën e iftarit dhe se besimtari për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thon ummeti jem është në mirësi ma ajjalul futur wa akharu suhur. Ummeti jem ka më qenë domethënë në mirësinë fetare, identiteti i tij fetar ka më qenë i avancuar përderisa e përshpejtojnë iftarin, nuk e vonojnë jashtë kohës vet dhe e vonojnë syfyrin. Domethënë iftarin e han në fillim të kohës dhe syfyrin e han në fund kohës. Që do thotë më tregue se ajo kohë që është e disponuar për ushqim, për të hangër dhe pi, shfrytëzohet maksimalisht. Edhe momenti që do në pika e parë e perëndimit diellit arrin, mundesh me bëj iftar ti me qel iftar, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dëshmuar dhe praktikisht pas e ka nxitimin. Po do të them se është përdorur në shumë hadithe, në gjithë hadithet e meset të agjerimit që flasin, fjala iftar ose futur është përdorur me kuptimin e ngrënjes së shujtës së mbrëmjes. Kohën e iftarit realisht shujta e parë që na i themi mëngjes. Hoxhë ndrum, si duhet të bëhet? Si duhet të bëjmë iftar? Po, në iftar na kemi dy pozicione. E para, atë që përmenda në fillim të emisionit, kujdesin e anviseve, grave tona, nanave tona, motrave tona, bijave tona, që bëjnë një iftar të begatshëm, me lloj-lloj ushqimesh. Edhe normalisht kjo ka nërë pak edhe në dëmton, se 3-4 orë, 15 orë pa ushqim, edhe ulesh në sofën e iftarit e ki ushqim të madh, ka nërë të jehup sensin e kontrollit edhe të pron me ushqim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë me bo iftar me hurmat njoma, hurmat taze. Nëse s'ki hurmat taze, me hurmat thata. Nëse s'ki hurmat thata, me glënk ujë. Edhe ky rend është më i miri që duhet respektohet. Besimtari do të qel iftarin e vet me një hurm taze. Ma herët të nas ka pas hurma, po flas para 3-40 viteve, 50 viteve, edhe janë munduar muslimanët me kompenzu hurmën me llokum. Edhe kanë tentuar domethënë me amël faktikisht. Mirë po, në atë kohë s'ka pas edhe shumë studime shkencore që janë bërë kësaj porosie pejgamberike, që pastaj ndërkohë do thotë është analizuar edhe më detajisht kjo porosi dhe është nënkuptuar se edhe sheqeri generalisht, po hurmën veçanti e ndihmon besimtarin e uritur me agjerim asaj dite që të mos e tepron me ushqim. Se sheqerinat janë për gjërave të para që tretën, edhe kur t'i hanë një hurm, jep trupit tanë sheqer i cili tretet me njëherë dhe fillon me i dhonë informata lukthi trunit tanë se kam fillu me marë ushqimet e nevojshme, që sheqerinat, mineralet, kripnat e kështu me radhë, dhe ti s'ki nevoj me tepru me ushqimet tjera pastaj. Edhe këtu den shesh ajo mrekullia e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka parapri argumenteve ose analizave shkencore dhe më shekuj me radhë më një kohë kur ka qenë e pamundshme edhe të verifikohet shkencarisht, po edhe të artikulohet, sepse do të ishte e pa kuptimt në atë kohë me tregu që këto detaje që i tregojmë na tash. Andaj është sunet që të fillohet me hurm taze, nëse s'ka mundësi atëherë me hurm thatë. Fatmirësisht tani edhe kjo është prej gjërave që kanë ndryshuar tregu jonë për Ramazan, vite me radhë ka domethënë në 20 vitet e fundit është mundu me u furnizu me hurma. Nuk ka mungesë të hurmave. Po, mirë po tash do të ka ndodhur një zhvillim pozitiv edhe më i madh tani kanë filluar me ardhe dhe hurma cilësore. Me herët do thotë ka qenë mungesë e hurmave sepse nuk prodhon vendin tonë, është dashur mi pru pe lindjes mesme. Edhe tregtarët normalisht janë mundu me pru hurma më të lira pa marrë parasysh cilësisë. Edhe një kohë gjatë jemi bombarduar me hurma nga Irani që nuk kanë ndonjë kvalitet edhe cilësi. Po kohën e fundit fatmirësisht do mund të tregu është i mbushur me hurma do thotë nga lindja e mesme, qoftë nga Jordania, qoftë nga Tunizia, qoftë nga Saudia, qoftë nga vende tjera,
dhe janë hurmat cilësore, domethënë, edhe janë Hurma sukeri apo? po, sukeri është një prej llojeve sepse hurmat janë me qindra lloje. Mirë, po njëra prej asaj që ka deportuar në tregtena është hurma sukeri, të cilën fatmirësisht tash e gjen në tregjet tona me sasi të mjaftueshme, edhe besimtarët domethënë tashmë me fillu tamam me një hurmë të njohur, e cila marr domethënë na frigorifere për ta marrë atë njohësinë, dhe hurmat që janë të shëndetshme dhe janë të begatshme nuk ka asnjë farë dileme. Domethënë mënyra më e mirë është kjo, pas kësaj, pas hurmës, pastaj do thotë mundesh me e fillu me hangër ushqimin tjetër, ama është mirë me fillu me hurmë për këtë arsye, domethënë edhe për shkak sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka sevapin. Gjë që shpërblehesh. Po, sigurisht që ka sevapin e vet, dhe shpërblet njeriu për të. Dhe e dyta për shkak efekteve pozitive në shëndetin e njeriu që të mos e tepron me ushqimin e iftarit nga uria e madhe që ka gjatë ditës së agjerimit. Po, çpitjen e radhës që ndoshta më parashtu është disa e vanojnë iftarin, apo. S'di si me thonë, a donin me tregu trimëria, çka është puna? Dy elemente ndodhin, dy arsye sipas asaj që kemi analizuar na edhe në biseda me besimtar. E para kanë dilemë a është ezani i thirrur në kohën e vet, helbet ne mos po thirret para kohë. Po. Sipas analizës që kena bërë terrenit, asnjë ezan nuk thirret para kohë. Zakonisht ezani vonohet 1 minutë ose 2 prej perëndimit të diellit, edhe kjo Bashkia Islame te na ka bë për të siguruar do thotë që mos me bëni një lloj gabimi të tillë. Megjithëse te puna e iftarit, iftari lidhet me perëndimin e diellit jo me ezanin. Që në një pozicion që mundesh me pa qartë perëndimin e diellit, ti han domodin iftar në momentin që perëndon dielli. Po. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot umeti jem do të jetë në mirësi përderisa e përshpejtojnë iftarin. Dhe ka treguar domodin se nuk është cilësi e mirësisë një muslimani nëse ai e vonon iftarin, do thot duke menduar që ka gabim në përcaktim të kohës së iftarit, ose duke menduar se është devotshmëri më e madhe me hangur më vonë. Kjo është arsye e dytë. Arsye e parë kanë njerëzit mungesë informatave sakta se kur hin iftari, a është ezani në kohën e vet, edhe dyta se nëse rinë më vonë pa iftar, 5 minuta më vonë, 10 minuta më vonë ose 1 orë më vonë, sevap kanë më shumë. Kjo është gabim. Edhe arsye e parë është e pavërtetë ose e pasakt, edhe arsye e dytë është e gabuar. Që besimtari e para se i përket kohës e përmenda ndërkohë, si të perëndon dielli ka hin koha e iftarit. Edhe nëse s'ka thirrë ezani, nëse ti je shef diellin duke perëndu, krejt ai rrethi i diellit ka perëndu. Do flas në kohën e perëndimit të diellit, në situatë kur nata është duke ardhur nga lindja, dita është duke shkuar nga perëndimi dhe dielli krejt rrethi i tij është humb në hapësirën që ti e përcjell me sy. Atëherë ka një kohë iftar. Edhe nëse s'ka thirrë ezani, ti nëse je kësi pozicioni mundesh me hangur iftar. Po pse na jetojmë për shumë vende ku s'kemi domethënë vende të rrafshta sikurse shkretina arabe, edhe ti mundesh me pa larg diellin se si perëndon, atëherë ti e pret thirrjen e ezanit sepse ezani të ndihmon ty me e kuptuar se ka perëndu dielli. Edhe kjo është qëllimi domethënë i ezanit. Te na fatmirësisht do thotë është ezani sidomos në qytetet e mëdha të Maqedonisë, po edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë, ezani ndëgjohet më të madhe, po flas për Shkup në veçantë ndëgjohet domethënë nga të gjitha anët ezani i akşamit, edhe muezinat kujdesen që mos ta vonojnë asnjë minutë ezanin dhe për atë shkak domethënë në momentin që ezani bën iftar. Te çështja e dytë, vonesa e iftarit për arsye fetare, për arsye të devotshmërisë, kjo është gabim shumë i madh fetar. Këtu do të mendoj. Fetarizmi nuk bëhet me hamencimet tona. Fetarizmi nuk bëhet sipas pëlqimeve tona personale. Sipas vlerësimeve tona personale. Këtu një gabim kjo ndodh në iftar dhe jo rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka potencuar se mirësia e umatit islam është në përshpejtimin e iftarit, jo në vonimin e iftarit. Për mi treguar besimtarve se nëse duam na adhurimet tona të jenë të sakta dhe të pranuara te Zoti, atëherë ne duhet t'i bëjmë ato jo sipas dëshirave tona, e vlerësimeve tona, e pëlqimeve tona, por duhet t'i bëjmë sipas udhëzimeve të Zotit Dhul Xhelal në Kur'anin fisnik apo të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Edhe këta dy burime fetare do të qenë burimet e informatave tona mbi rregullat fetare. Andaj fetaria e besimtarëve, fetaria e vërtetë e besimtarëve, fetaria e dobishme e besimtarëve është ajo fetari e cila mbështetet në këto dy
burimet fesë, Kur'anin, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne në këtë rast pozicionimi jonë ka shti këtyre udhëzimeve kuranore, ose udhëzimeve pejgamberike, ose urdhave kuranore, ose urdhave pejgamberike, cili është ndëgjimi me vëmendje dhe zbatimi i tyre me përpikshmëri. Shive, ndëgjimi me vëmendje dhe zbatimi për përpikshmëri. Çdo gjë tjetër jashtë kësaj është e gabuar. Momenti që na mendojmë se kjo nuk mjafton për me tregu devotshmërinë time, unë duhet me zgat ti veç mo ke gabu. Se ti fakisht mos ke gjykuar me fe, me Kur'an dhe Sunet, po ke gjykuar me mendjen tonë. Edhe në momentin që gjykon ti me mendjen tonë, vjen ndesh me parimin baza është në nshtrimi, dëgjimi me vëmendje dhe zbatimi për përpikshmëri, se ke ndëgjuar udhëzimin kuranor me vëmendje, edhe se ke zbatuar me përpikshmëri, realisht e ke zbatuar sipas hamendësimeve tuaja, edhe kjo normalisht është e ndaluar fetarisht. Dhe për këtë arsye na i themi besimtarëve kudo që janë ata, kanë frikë Zotin, janë të bënë një adhurim shumë të madh, edhe adhurimin e tyre duhet ta bëjnë me urdhën e Zotit. Ashtu sikur se janë nështruar urdhën e Zotit në momentin kur e kanë ndalë ushqimin, ashtu duhet të nështrohen urdhën e Zotit në momentin kur e fillojnë ushqimin. E as nuk kanë drejt me zgat ata për shembull me hangër edhe mas syfyrit, ose me lanë shumë herët para syfyrit, edhe kjo është një gabim që ndodh të këta njerëz që e përshpejton, e vonojnë iftarin në bazë të devotshmërisë personale të tyre, ose e vonojnë në thojë gjithsesi. Se kjo nuk është devotshmëri, është keq kuptim i rregullt fetar. Disa njerëz domethënë e vonojnë iftarin për me tregu devotshmëri dhe hanë syfyrin para kohë për me tregu devotshmëri. Ashtu si është gabim, kjo është gabim edhe ajo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon prej neve që na sa më shpejt me bë iftarin dhe sa më vonë me bë syfyrin. Siç e thash pak më herët, fillimi i fillimit me kon ngrënia e iftarit dhe fundit me kon ngrënia e syfyrit. Deri në momentin kur e dëgjon ezanin e sabat, flas në rregullat kur ezani i sabat thirret sipas rregullave fetare strikte, domethënë kuptimin që kur hin agimi i mëngjesit thirret ezani, siç ndodh faktikisht ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast, domethënë devotshmëria jonë denshesh me nënshtrim, jo me hamendësim. Edhe gabimi më të madh që e bëjnë njerëzit në emër të devotshmërisë është kur bëjnë veprime fetare sipas hamendësimeve të tyre. Dhe këtu del një element që është goxha i rrezikshëm për fen, edhe për fen si koncept kuptimi, po edhe për njeriu fetar. Ajo është bidati, shtesat në fe. Sepse kështu kanë ardhur shtesat në fe. Secili njeri mendon se një vepër mund ta propozon atë si adhurim, duke menduar se me këtë vepër ka mundësi njeriu me fitu shumë sevapet e Zotit. Për shembull vonimi i iftarit. Po, këtë rast po te. Andaj këto janë momentet e reflektimit për një ndodhi të jashtëzakonshme që e dëmton fen si koncept kuptimi, po edhe fetarin si njeri adhurues Zotit. Sepse ka mundësi secili njeri nëse lejojmë na me shtu sende në fe, amandamente të reja në fe, me zbatu rregullat e fe sipas qefeve të veta, a sot bota ka 2 miliard musliman për shembull, çdo ditë nëse dikush propozon diçka të re, do të shpërfiturohej feja islame krejtësisht dhe nuk do ngelen nga islami bazik, original, kuranor dhe pejgamberik asgjë. Po do të jetë fe gjëra që i bëjnë njerëzit zakonisht që i kanë shtu ata nga vetja e tyre, dhe kjo do e dëmton të tërësisht do thotë Islamin, dhe për këtë arsye insistimi jonë do të më qenë vazhdimisht në gjitha adhurimet, duke filluar që nga agjerimi për cilin jemi duke folur sot, që të gjitha adhurimet i bën vetëm strikt duke i përmbajtur rregullave fetare. Atë që thot Allahu i Madhëshëm Kur'an fisnik dhe atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tij. Një pyetje, a duhet ta falim akşamin së pari apo të fillojmë me hangër iftar? Edhe kjo është një prej pyetjeve që janë shndruar në debate dhe në dilema gjata mes hoxhallarëve dhe xhamatit, pastaj xhamatit mes vete. Kam pyetur edhe pleq përpara si ka qenë rregulli, pas të nën Shkup edhe në rrethin, më harët të gjithë pas ka qenë, domethënë se është thirrë ezani, dhe njerëzit kanë shku kanë falë akşamin në xhami, pastaj kanë hangur iftarin. Sot për shembull është shndruar në kundërtën. Shumica hanë iftarin në shtëpi, pak janë ata që dalin në xhami dhe pasi hanë iftarin e falin akşamin.
Cila është e sakta? E sakta që ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe që është mjeta kuptojmë na si besimtar, është kjo në vijim. E para, e përmendam në fillim, në momentin që perëndon dielli i lejohet muslimanit me qel iftarin. E qel iftarin me në hurmë. Pastaj, do thonë, han iftar hurmë, një hurma, 2 a 3 sa, këtë mundësi me hangër. Pastaj e fal akshamin. Edhe zakonisht do thotë është namazi akshamin në xhami është më i vlefshëm se namazi akshamin në shtëpi. Sidomos për ato familje që kanë xhamiat afër, e bën iftarin me kokër hurmës vetën, shkon në xhami e fal akshamin, e pastaj kthehet dhe ulet në sofrën e iftarit han bukën. Kjo është forma më e saktë më e mirë. Bën iftar, e fal akshamin, han darkë. Normalisht, tash dikush thotë, po hoxha, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur shtrohet darka edhe thirr ezani i namazit, e bë përpasi darkës para namazit. Kjo është e vërtetë. Hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon domosdoshmë se nëse ndodh ndonjëherë që është shtru buka dhe thirr ezani, do të më dhon përpasi bukës para ezanit. E të ne zakonisht e shtrojmë bukën para iftarit edhe presin ezanin që me qel iftarin me hurmë dhe me hangër darkën e iftarit. Na themi do iftari qelet me hurmë. E masi ke hangër hurmën, atëre fal akshamin. Pastaj vazhdon me darkën, sepse ka një problem që ndodh zakonisht në shtëpiat muslimane, të habitun duke hangër darkën e iftarit, a zakonisht koha mes namazit të akshamit dhe qastis është e shkurt. Pra vërësisht 1 orë e gjysëm. Edhe rrezikon me ti kohën e namazit të akshamit edhe me hi koha e qastis ti pa e fal akshamit. Edhe në të disa familje që nuk janë shumë përpikt në faljen e 5 kohëve të namazit, kjo po ndodh. Andaj na këshillojmë këtë rast që sikur se jap në rëndësi në iftarit, edhe ushqimit të iftarit, edhe agjerimit si adhurim, që njëjtë rëndësi edhe më shumë të mbledhen në namazit. Se namazi si obligim fetar është edhe më i madh, edhe më prioritar se agjerimi. Se agjerimi për shembull, kur ti je i semur ose je udhëtar nuk agjeron akoma me zonë mas. Ama namazi s'ka kompenzim. Kur je i smut. Namazi edhe kur je i smut, dush me fal, edhe kur je udhëtim dush me fal. Normalisht ka lehtësime. Po. Ama nuk ka domodin anulim ose shtyrje për më vonë. Dhe për këtë arsye na themi, hani kokër iftari, shko fal akshamin në xhami ose fale me familjen në shtëpi, pastaj he darkën e iftarit, dhe në këtë formë domodin i ke plusuar të gjitha obligimet fetare me renditjen e vet sipas prioritetit që ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë më e mira është me e fal akshamin, pastaj me ul me hangër. Po. Pasi që kemi iftar me kokër hurme. Po, a janë normal, pa ndihet. Hoç, hadithin të cilën shumë gjitha xhallarët e cekin kur fillon Ramazani, domethënë 2 gëzime agjëruesi ka. Një kur ha iftarin edhe një kur e takon Allahu. Hadith gjigant. A ka mundësi një shpjegim këtij hadithit? Është hadithi i madh që e transmeton Imam Buhariu sa në tij edhe normalisht hadithi tregon shumë komponente. Kafuni e përmend këtë pjesë. Lisaimi farhatan, agjëruesi ka 2 gëzime. Yafrahu inda fitrihi, gëzohet momentin që han iftarin dhe gëzohet momentin kur e takon Zotin e vet. E fakti është që domodin ky gëzim që përmendet këtë hadith është rezultat i një suksesi të jashtëzakonshëm që arrin njeriu me nënshtrimin karshi Zotit tek një nevojë fiziologjike që e ka. Bile në muhabetin që bëhet për obezitetin mbi peshën, edhe mënyra se si me hum pesh, regjimet e ndryshme, dietat e ndryshme, duke lexuar dhe duke analizuar rastet, e kam kuptuar se njeriu për momenteve të dobësisë që i ka, e ka dobësinë e tij karshi nevojës për ushqim. Njeriu i ka ato anë të dobta për shembull edhe karshi pushtetit. Kur e ka pushtetin, domodin edhe rezistenca për të mos u keq përdor pushteti edhe për mos e shëndru në mekanizëm të ushtrimit të autoritatizmit të tij apo mënyrës për të pasuru në mënyrë të padrejtë. E ka gjithashtu tek puna e nevojës
për marrëdhënie intime, në momentin për shembull kur jepet mundësia me pas komunikim të lirë me një gjinis të kundërt dhe me pas marrëdhënie pa frikë prej pasojave nga rrethi që i vinë, e ngelet veç frika për Zotit. Edhe këto momente është i dobët njeriu, edhe në aspektin e marrëdhënieve intime, edhe në aspektin e pushtetit, po gjithashtu për momenteve që tregohet njeriu shumë i dobët është edhe ai karshi ushqimit kur është i uritur. Pse ndodh për shembull mbi peshqat e njerëzit, sepse njerëzit josh shija e ushqimit, edhe ata në mes vetdijes se duhet me kontrollu sasinë e ushqimit që e hanë, dhe joshjes nga shija e këndshme e ushqimit, ata binë në shijen e këndshme të ushqimit dhe vetdija e tyre për kontroll të ushqimit bie. Që tregon se njeriu këtë pozitë është shumë i dobët. E tash merre këtë situatë, këtë natyrë të njeriut edhe ta instalojmë, ta implementojmë tek agjerimi. Njeriu në këtë rast edhe ai ka nevojë për ujë, ka nevojë për ushqim. Sidomos nëse është punë ku ka dhe jo musliman që punojnë me te, ose ka musliman po sa agjerojnë. Edhe shembull ai që është duhan pirës, shembull. Agjeron nuk pin duhan, ai tjetri pin duhan, ai era duhan të hinun. Agjeron nuk pin ujë, ai tjetri domethënë sidomos verës kur është. Këtu ka nevojë për ushqim, ai tjetri ka marrë shembull përpara të i han shujtën e mëngjesit ose drekës në punë ose rrugës e shef restoran. Provokohet rënd. Megjithatë, ai rrin besnik në parimin se është agjerim, une nuk duhet me hangër. Sepse rregulli i agjerimit është abstenim nga ngrënia dhe pirja dhe marrëdhëniet intime që nga koha e syfyrit, agimit të mëngjesit deri në kohën e iftarit perëndimit diellit. Dhe ai abstenon. Edhe në momentin që vjen iftari, para mund 13 orë, 14, 15, 16, ai vazhdimisht ka bërë xhihad me nefsin e tij. Se nefsi ka thonë ha, nefsi thot pe, se nefsi ka nevojë të ngopet. E ti thu jo. Pse? Hala s'ka ardhur koha. Hajde, kur vjen koha? Hala s'ka ardhur koha. Derisa erdh koha, akşami. Edhe hanë pin. Andaj ky njeri e ndjen një kënaqësi, një satisfaksion, një gëzim të madh për shkak se në betejën teme me nefsin tem, i cili vazhdimisht më thirke për ngrënë dhe pi, e une nuk ju nështosha. Provokimit i kisha nga jashtë, hanin, pinin njerëzit, e une nuk bisha në provokim. Ka raste domethënë që provokimi është edhe konkret, njerëzit do ta hudh një cigare për shembull, ose do të çel një kafe pije. E ti agjerueshëm edhe në ambient ku nuk shef kurkush, shembull, je ti dhe ai vetëm. E në këtë situata faktikisht këta i luftë që ke bo me veten tonë, me egon tonë, gjihadi me nefsin që i qymë në gjuhën e fesë, në momentin e kur të ulesh një iftar, thë yes, fitova. Happy jam se. Fitova betejën. Edhe është gëzimi i madh. Kjo është pjesa, do thotë, e natyrshme që ndodh në brenda njeriut. Dëshirave të tia, epsheve të tia, vetdijes së tij dhe bot kuptimeve të tia, ideologjive ose idealeve që i ka i njeri brenda vetës. Konflikt i vazhdueshëm me orë të tëra ka ndodhur. Hajde të themi mëngjes, mbrëmje mas syfyrit ke pushu ndoshta, ku je qunë mëngjes ke qenë në ndikimin e ushqimit të syfyrit, ama pas ditën, deri në mbrëmje, që janë 6-7 orë, 8 orë ndoshta intensive, që betejë jote ka qenë e vazhdueshme, çdo minutë, edhe normal çdo orë që ka kalu, është rrit intensiteti i sulmeve që të kanë ardhur ty për nevojë për ngrënie dhe pirje, dhe ti ke rezistu. Për me kuptu këtë më mirë e ki fëmijët, e ki pa fëmijët, për shembull fillim rezistojnë deri në drek, pastaj ne nisin të barkim dhe në hatë buk, ne themi për shembull luj, defokusohu, pastaj flej, apo kur qohet për shembull në dhem barkim, hatë buk, fillon me kajt. Këtë gjendje që ndodh të fëmijët, e njëjta situatë ndodh edhe të territorit. Bilim edhe më shumë. Edhe ne kena me fillu me kajt. Mirë po, lufta, këto është puna, se edukimi fetar këtë rast, ngritja e vetdijes, kapacitetet intelektuale që ka i rriturin nuk e lën me kajt, ama ai mrena e nin atë dhimbje, atë nevojë. Edhe andaj në momentin e iftarit e ka gëzimin, edhe e dyta që është mendoj se është shumë më rëndësi me e potencuar këtë rast, është gëzim për besimtarin, sepse edhe këtë ditë e kaloi si rob i nështuar i Zotit. Shpe,
Ajo që fatkeqësisht njerëzit jo besimtar, jo musliman, nuk e kuptojnë, është se ardha jonë këtë botë nuk është vetëm për dëfrim, nuk është vetëm për argëtim, nuk është vetëm për përmbushjet nevojave fiziologjike, nevojave të epsheve tona, materiale. Ka një qëllim më madhështor se sa këtë kjo që fatkeqësisht shumica dërmuese e njerëzve, shumicën e kohës edhe jetës e kalojnë në këto komponente që i përmena. Pak janë ata që kanë kuptuar qëllimin e krijimit të tyre, qëllimin e ardhes së tyre në këtë botë dhe rolin që e kanë ata në brenda këtyre kufive të jetës së tij. Edhe për atë shkak besimtari nëpërmes agjërimit të tij ja dëshmon vetes fillimisht, pastaj edhe të tjerëve, dhe normalisht me këtë ai e përmbush atë pozicionin që ka zgjedhur për vete në këtë botë, të jetë rob i Zotit, që unë këtë ditë o Zot e kalova duke e përmbush këtë obligim ndaj teje, duke arrit qëllimin e krijimit tem, duke arrit me lujt rolin në formën më të mirë të mundshme të kësaj dite dhe i gëzohem këtij fakti që unë edhe këtë ditë e kalova si rob i nështruar i Zotit. E tani ky komponent fatkeqësisht nuk elaborohet sa duhet, edhe një pjesë e madhe njerëz thotë pse më qenë rob i dikujt unë. Ne i themi, nuk ka njeri në botë që nuk i nështrohet dikujt. Ose kemi nështru epshit tanë, ose kemi nështru pushteteve të caktume, filozofive të caktume, ose kemi nështru krijuesit tanë, i cili është i gjithdijshëm, i cili është i urtë, i cili është i gjithëmëshirshëm, dhe i cili robëria jote ndaj tij nuk bëhet se ai ka nevojë për ty. Por robëria jote ndaj tij bëhet për shkak se ti ke nevojë për të. I cili të ka thënë Xherra Ramazanit. I cili të ka kriju, ti ka dhënë këto komponente, ta ka dhënë jetën, ti ka dhënë domthonë ta ka kriju dynjon enkas për ty, ti ka dhënë këto mirësi që ekzistojnë në këtë botë, dhe të ka thonë përmbaju rrugës që unë ta kam caktuar se fjala el-ubudijet ose adhurim që themi na, el-ibade, është rrugë e trasume, rrugë e shkelur. Edhe se këtë rrugë që unë ta kam bërë gati, s'ka thera, s'ka pengesa, s'ka gropa, s'ka, domethënë, pengesa në rrugë, kodrina të vogla. Ecë në këtë rrugë, se këtu je i sigurt. Sa keme ecë, ti keme përcaktua, keme ecë, domethënë 10 në ora, keme ecë 20, a 50, a 100, a 200, ti e cakton. Ama vetëm kjo rrugë është e sigurt për ty. Këtë rrugë tjera që ti kemi i zgjedh, nuk janë sigurta, keme pas pasoja, keme pas dame. Edhe gjatë udhëtimit, po edhe pas udhëtimit. E Zoti Dhul Xhelal neve na ka kriju, na njeh mirë, i din potencialet tona, i din dëshirat tona, i din nevojat tona, edhe në këtë aspekt, domethënë ai faktikisht ka thonë edhe ka kërkuar prej teje që ti me ecë udhën e tij për shkak teje, jo për shkak vetes së tij. Dhe për këtë arsye njeriu kur arrin faktikisht qëllimin e përfundimit të agjërimit, ai njeri i gëzohet i momentit. Gëzimi i ditë është momenti kur takohet me madhrinë e Zotit. Zakonisht kur takohet me madhrinë e Zotit përmendet shpërblimi që vetëm i Zotit. Kjo është moment gëzimi, se padyshim çdo shpërblim që Allahu Dhul Xhelal jep besimtarit është shumë madhështor dhe rëndësishëm për mënyrën e jetesës në jetën pas vdekjes, në jetën e ahiretit që themi na. Po ajo që unë mendoj se është momenti më i rëndësishëm i gëzimit, është se ai takohet me Zotin duke e përmbush rolin që e ka pasur dhe duke e përmbush këtë pozicion që e ka caktuar Zoti atij, robi i Zotit më qenë. Edhe andaj Allahu i madhërishëm njerëzit në jetën pas vdekjes, momentin e takimit të njerëzve me madhrinë e tij, ka me i emërtuar si robët e tij. Andaj për shembull në surën El-Fajr, kur flet Allahu Dhul Xhelal për kthimin e njerëzve tek Zoti, thot ja ayetuha an-nafsul mutma'inna, o ti shpirt i qetë, i bindur, i nështruar, irji'i ila rabbiki radhiya, ktheu tek Zoti yt i kënaqur me Zotin, fadkhuli fi ibadi, hyn në mesin e robëve të mi. Fadkhuli fi jannati, hyn xhenetin tim. Domthon stacioni i parë që ka me hin mesin e robëve të Zotit. Pastaj me hin xhenet. Edhe andaj robi kur takohet me Zotin
agjeruesin këtë rast, i gëzohet fillimisht këtij fakti se unë o Zot arrita ta përmbush këtë pozicion që ti e ke caktuar për mua në interesin tem në këtë botë, në dynjë. Dhe unë erdha në këtë botë, linda në rrethet të ndryshme të jetesës. E kuptova se ty duhet me të adhuru. Ju përmbajta udhëzimeve tuja. Gjithë jetën, a kam jetu 50 vjetë, 70 vjetë, 90 vjetë, gjithë jetën e kam kalu duke ju përmbajt këti regullit, duke ju përmbajt kësaj rrugë. Me gjithë se kum pas provokime, kum pas sfida, kum pas presione, kum pas joshe. Jam tund her pas here, a të vazhdojnë këtë rrugë, apo të ndroj rrugën. Me gjithë atë, unë i kam ndejtë besnik se rrugë deri në fund. Edhe sot, kur vi takohem me ty, takohem si njeri i privilegjuar me pozicionin e robit tanë. Se atë tjertë, atë janë shumica. Ata refuzuan me qenë robët e tunë në këtë botë, edhe sot, në më thonë, nuk kanë mundësin me qenë afër teje. Sepse pozicioni i njeriut rob i Zotit krijon lidhjet shumë të afërt mes njeriut dhe Zotit. Edhe në momentin e jetës pas vdekjes, do dëshirojnë njerëzit të jenë në lidhje të tillë me Zotin, ama s'kan me pas atë mundësi. Zoti ka më i largu. Andaj, për shembull, Allah i madhëshëm përflet për jetën e banorëve të xhehenemit. Allahu na rrit, thotë kella bel hum yawma idhin an rabbihim la mahjubun. Ata atë ditë do të kenë perde mes tyre dhe Zotit. Nuk do kenë mundësi ata me pa madhëninë e tij ose me ju afru madhënisë së tij. A besimtari domethënë për shkak të kësaj besnikërie që ka pas në adhurimin ndaj tij në këtë botë, do e ketë mundësinë të jetë i privilegjuar, i veçantë në afërsinë e tij me Zotin ditën e llogarisë, ditën e ahiretit. Ky është momenti i parë i gëzimit. E normalisht pastaj momenti i dytë se agjërimi ka shpërblime marramendese. Andaj Allah i madhëshëm në hadithin kursi çka tha, "As-sawmu li wa ana ajzi'u bihi." Agjërimi është i imi dhe unë shpërblej për të. Sa shpërblen është e pa përcaktuar. Tani për me dash me kuptuar se sa është shpërblimi i Allahut i madh, sa është madhënia e tij, sa është pasuria e tij, është marramendse, është e jashtëzakonshme, është e pakufizuar. Edhe andaj kur thot Allah i madhëshëm unë shpërblej për të, do thot Allahu shpërblen për agjërimin tan sipas pozicionit që i takon atij, madhnisë së tij subhanahu wa taala. Për me kuptu këtë situatë më lehtë dhe më mirë, shembull, kur vjen dikush te na mysafir, na japna një çokoladë, japna një lang, për shembull, japim diçka që kemi në shtëpinë tonë. Kur shkosh te një milioner, do thotë ai mundet me dhon një orë që kushton për shembull 5.000 euro. Kur shkosh te një multimilioner, ai mund të dhon një makinë që kushton 15.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro. Kur shkosh te një miliarder, ai mund me dhon një dhuratë që kushton 1 milion euro. Sa ma shumë që ka pare edhe mundësi, aq ma shumë i ka shpërlimet e mëdhaja. E tash na kur flasim për Allahun, flasim për Kryusin e gjithësisë. Andaj në start, do të kur themi na se i gëzohet ditë kur takohet me Zotin e tij, është kjo e para, e dyta se shpërblimi është i jashtëzakonshëm, është marramendës, edhe normalisht shpërblimi që jep Allahu si surprizë për besimtarin që ai nuk e din se cili do të jetë shpërblimi i Allahut për të, atij ka mi ashtu gëzimin se për shembull i ka bëj do matematikat e veta, ka fal namaz, ka agjëru, ka dhënë zeqat, edhe unë do të jem për shembull në kësi lloj pozicionit të xhenetit. E kur vjen shpërblimi i agjërimit si surprizë e panjohur për të se s'ka mujt me fut ai matematikat e veta, edhe tregohet se ai ka menu ka me qenë për shembull aty ka dera e xhenetit ndoshta pak 2-3 shkallë më lart. I thot për shkak të agjërimit dhe shpërndimit të agjërimit, jo ti kemi shkuar në gradën për shembull e 78. Nëse ka xheneti 100 gradë, 100 shkallë, ti kemi shkuar te 78, çka kemi qenë te 3-4. Kjo surprizë ka me të dhënë gëzim të jashtëzakonshëm, që ti kemi kuptuar se ai agjërim, me gjitha ato peripeci që i përmenda tentova me sharu pak më herët, kemi kuptuar se ja paska vlet, edhe shumë pak bilen paska qenë ajo që ke bëti për shpërblimin e madh që e ke fitu. Andaj, duhet me sqaru pak më shumë se u ka bë si rutinë, mendoj, agjërimi, nuk e të bën një punë vogël, e të bën një agjëru si punë të madhe. Është fakt, sepse kanë herët duke insistuar që na me përmend se agjërimi është obligim,
edhe është, nëse nuk agjerohet, ka masa represive ndëshkuese nga zotit të mëdhoja, ndoshta na ka ikë me tentu me qëru se adhurimi i agjerimit është shumë i madh, edhe fitimi është shumë i madh. Po aq është i madh fitimi në këtë botë, po është edhe shumë më i madh që s'mund ta paramendosh kur shkosh te Zoti Dhul Xhelal. Dhe me atë që tentova me shëru në këtë hadith, mendoj do të mjaftonte me nxit besimtarin për magjeru. E këtu po du me e bo një lloj shkputje për me tregu dallimin e gjeneratave. Për atë shkak muslimanët printet tonë, do të edhe gjyshit tonë, agjerimin e Ramazanit e kanë kalu pakunifar problemi, shumë letë, edhe në korat vështira, për shembull, edhe në korat kornave, edhe në fush, edhe në punë tëranë fizike. Pse? Sepse ata me udhëzimet e xhallarëve, jo veç në Ramazan agjeronin gjatë gjithë vitit, po sidomos në 3 muajt, në Rexhep, në Shaban. Bile, megjithëse kjo nuk është e preferuar fetarisht, po prindërit tonë, gjyshit tonë, këtë Rexhepin në agjeroshin dhe këtë Shaban në agjeroshin. Ti pa nuk të rejsh 60 ditë. 30 që i Ramazanit duket shumë i lehtë, shumë normal. Edhe krahasoj këtë, domethënë, agjerim të shumë të brezave para nesh me mungesën e agjerimit tonë të njëjtë ditëve të bardha të gjenatave të reja. Edhe normalisht ata gjenatat e reja që sa agjerojnë tonë të njëjtë rregullisht brenda javës ose ditët e bardha brenda muajit, kur të vete as Rexhepin as Shabanin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muajin Shaban e ka agjeruar ma shumë sikur se kena treguar në muajin Shaban, kur vjen Ramazani normalisht ti me pas shumë vështirë. Sidomos ditët e para derisa të adaptohet trupi jot me agjerim. Edhe andaj udhëzimet e xhallarëve që prej para Ramazanit, është fatmirësisht tash vitit e fundit e shohim se 100 ditë para Ramazanit veç fillojnë paralajmërimet, edhe 100 ditë Ramazan, edhe 70 ditë Ramazan, edhe 50 ditë Ramazan, edhe 40 ditë Ramazan, edhe 30 ditë Ramazan. Këto paralajmërime që tash tregojnë ngritjen e vetdijes edhe para përgatitjen që të më bëj besimtar në çdo aspekt. Që Ramazani ta kalosh jo vetëm malet në aspektin e mos ngrënies, abstenimin nga ushqimi, po ta kalosh edhe më mirë me aktivitete të organizuara brenda Ramazanit. Që të mos të ajosh me të ikë asnjë punë e mirë nga Ramazani për shkak të shpërblimeve të mëdha që i fiton pastaj ditën kur takosh me Allahut, atëherë kur të shohim në të vërtetat absolute, kur të shohim se ni subhanallah çfarë peshë dhe vlerë ka. Ni subhanallah. Kur të shohim se 1 dinar sadaka që çfarë vlerë dhe peshë ka. Kur ta shohim se një selamu aleikum, një përshëndetje që e vëllau tënd, çfarë vlerë ka. Kur ta shohim se një mendim i mirë për vëllaun tënd, çfarë vlerë ka. Një lutje që e ke bërë për dikant që ka pas nevojë, çfarë vlerë ka. E mos folim për faljen e namazit obligativ, e mos folim për agjerimin e Ramazanit. Kur të shohësh ti se sa vlerë të mëdha kanë këto adhurime, atëherë do bësh pishman ti pse s'ke agjëru më shumë, pse s'ke fal më shumë, pse s'ke lexu Kur'an më shumë, pse s'ke dhënë sadaka më shumë, pse s'ke bë dua më shumë, pse s'ke përmend Allahun më shumë, e pse s'ke mbush jetën tonë çdo sekondë, jo çdo minutë, të jetës tonë me adhurime për shkak të shpërblimit. Andaj, njëra prej emrave të ditës së llogarisë, ditës së Kiametit, në Kur'an edhe është një sure me këtë emër, quhet Yawm at-Taghabun. Dita e dëshpërimit. Po dita e dëshpërimit ndodh edhe për besimtarët edhe për jo besimtarët. Dikush ka mundësi me thonë, po si është ditë e dëshpërimit për besimtarët? Është ditë e dëshpërimit për besimtarët, se ata do e shohin se çfarë shpërblime kanë veprat e mira, ato që i kanë bë, edhe sikur të kishin bë edhe më shumë, edhe sa më shumë do të fitoni. Andaj kam të dëshpëru, pse nuk e kanë mbush krejt jetën full me veprat mira, për të fituar tash shpërblime më shumë. Edhe kam qenë ditë e zhgënjimit ose dëshpërimit për jo besimtarët, sepse ata kanë me po se me pak punë të mira kanë mujt me fitu xhenetin, edhe me shpëtu pi xhenemit, edhe me pak punë të mira, pak më shumë punë të mira, do të kishin fitu edhe grada të mëdha në xhenet. Andaj, këshilla jonë, porosia jonë është që shpërblimi prej agjerimit është jashtëzakonisht i madh, është marra mendës, dhe besimtari jo vetëm me net pa bukë e pa ujë, po gjithsesi nëse do me fitu atë shpërblim të plot, duhet me net gati namazit, i fal 5 kohë të namazit, që është, domethënë, si më thoni, parakusht për ta fituar shpërblimin e madh, dhe tjetra është që krejt kohën që kemi disponim shfrytëzoj me bo vepra të mira,
Se edhe ato vepra të mira që ndoshta ke bërë edhe jashtë Ramazanit, tash Ramazan kanë status të veçantë të shpërblimit. Si me thonë, hinë këto adhurime me një Joker plus. Edhe këtë ato punë të mira që i bën, e marrin shpërblimin më të madh se ato që ke bërë jashtë Ramazanit. Mendoj se ka nevojë me fol hala, ka nevojë me tregu edhe më tepër për vlerën e agjërimit, rëndësinë e agjërimit dhe se besimtarët kur agjërojnë realisht janë të bënë një vepër shumë të madhe. Tani më kujtu. A nuk mjafton për një agjërues se agjëruesi është VIP person në ahiret? Për shembull, kush për neve sot mundet më arrit me kon VIP pozicione? Rrallë janë ata. Kush mundet për neve më arrit me pas të pikë të kush, domethënë një galla mbrëmje për shembull të një organizimi. Rrallë janë atë njerëz. Ti dhe zakonisht ato pozicionet e VIP-ave edhe të pihave të kuq edhe manifestimet veçanta nuk kanë ndonjë peshë abnormale ose jashtë normales. Pesha është brenda suaza normale, bilim ka njerë dikush edhe në verin dhe asaj që ndodh. Në ahiret, do thot, për 8 dyreve të xhenetit, një derë e veçantë është veç për agjërust. Dhe ti do jesh i privilegjuari me agjërimin tanë, që ti jesh në derë edhe askush përveç agjërues dhe s'ka me qenë aty. Edhe kjo është një për argumenteve që i tregon agjëruesit se si jetu bën një adhurim shumë të madh dhe pozicioni jot te Allahu ka me qenë jashtëzakonisht i madh për shkak të kësaj sakrifice, kësaj qendrese, këtij xhihadit me nefsin tan, këtij rezistimi ndaj presionit për të mos agjëru dhe kësaj kontrolle që ka arrit t'ja vendosish nefsin tan. Dhe kjo është lufta më e madhe që e ka njeriu. Pavarësisht kjo ishte për tema e iftarit, hoxhë nderuar për fond një pyetje, organizohen tash iftare, thrasim shoqëri, familje. Sa ka sevap ai person i cili organizon iftar? I thret për shembull 5 shok ose antar të familjes. Shefe, kjo është një pjesë për shembull që rrit vlerën e agjërimit edhe ti nëse do për shembull nëse je si më thon komercialist, je për shembull një lloj ekonomisti, një lloj e ki atë logjikën e biznesmenit, do pak me shit shumë me fitu. Me vo qarkullim me fitu shumë. Tregtim me Allahun. Tregtim me Allahun, logjika e njeriu që don domosdoshmë me fitu shumë, e ke mundësinë me adhurimin e Zotit dhe me respektimin e udhëzimeve fetare me fitu gjëra që asnjë biznesmen nuk mund të fitu. Se s'ka si fitore në dunjë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush jep iftar një agjëruesit e fiton sevapin e agjëruesit të tërin, pa ju paksu ati sevapi hiq. Në të ashtë nëse ke shlu sofër të iftarit, jep të hangër për vete, e ki edhe një. Faktisht, e merë sevapin e agjërimit tanë dhe sevapin e agjërimit të ti, dhe e merë sevapin e vetë që pa ju paksu. Dhe mund si me agjëru, didit vjen. Po i ki 10 vete në sofër, si me agjëru 10 dit. I ki 100 vete në sofër, si me agjëru 100 dit. Edhe normalisht, me pas çdo ditë mysafirin të sofrën tone, herë sa mysafiri ki pas sofrën tone, e fiton sevapin. Për këtë arsye tham, edhe ti si një koqir i shtëpis, edhe gruaja jote si anvise e shtëpis. Asnjëherë nuk duhet me përtu në aspektin fizik personal, ose me kalkulu harxhimet në aspektin ekonomik financiar, e mos me shtru sofrat e iftarit. Se jo po harxhohemi, jo s'kena, jo do më thonë do lodhemi, sepse lodhja për me shtru iftar dikujt, shpërblimin e ka, pagesën e ka shumë të madhe. Harxhimin që e bën për me shtru iftar dikujt, shpërblimin e ka shumë të madhe, fitimin e ka shumë të madhe. Dhe andaj nuk duhet me hezitu, sepse kush do që hanë iftar të ti, e fiton sevapin e ti tërësisht, pa ju paksuat i sevapi hiq. Dhe kjo është mësi shumë e madhe që nuk duhet me rëshu në Ramazan me në ikë, sidomos këtë është pyetje familje afërt, sepse ata ki edhe shpërblimin e agjërimit, po e ki shpërblimin edhe për forcimin e lidhjeve farefisnore, që fatkeqësisht kohën e fundit veç ato shkojnë tu u demontu, edhe tu ftof, edhe tu largu. Ramazani, agjërimi është një mundësi e artë që edhe me familje mu afru, edhe lidhjet me to mi ngrof edhe ma tepër, edhe respektin e tyre me tregu, po edhe sevapin prej këtij adhurimit me fitu. Hoxhë nderuar Bekir Halimi, faleminderit për pjesëmarrjen në këtë emision. Allah i shpëlbeft edhe juve për që Ramazanin. na zgjodhët neve me qenë pjesë e këtij emisionit tuaj. Lutim Allahun që gjithë besimtarëve Allahu t'u pranon adhurimin në këtë muaj të madhërisëm.
Allahu tash pranon edhe ty këtë mund dhe angazhim që jep, e t'jep sukses e bereqet në këtë projekt tanin që e ke nis, e inshallah që kanë marrë prej fillimit Ramazan deri në fund, duke e hap këtë dritare komunikimit me besimtarët musliman që agjerojnë përmes këtij ekraneve të këtij televizionit, që lutim Allahun e madhërisëm edhe atyre që kanë qenë do të thotë iniciator dhe dashamir edhe e kanë prit këtë iniciativë tonë në mënyrë më të mirë të mundshme, Allahu t'i shpërblet. Amin. Shikues të nderuar, ky pra ishte emisioni me hoxhën e nderuar Beker Alimi. E shifemi nesër me misafirin e radhës. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi popret, zgjohu a do mbereqet. Falu, namazi është drit. Falu, me zemër e shpirt. Falu, namazi është drit.